Minator të spaçit, 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 minator të spaçit. Minatorët e minierës së Bakrit në Spaç kanë zhvilluar një protestë përpara godinës së kuvendit, duke përshkallëzuar qëndrimin e tyre që vijon prej disa javësh. Ata kërkojnë njojën zyrtare së sindikatës së krijuar prej tyre dhe nënshkrimin e një kontrate kolektive, e cila sipas punëtorëve do të garantojë paga të drejta, kushte më të mira pune dhe siguri më të lartë në mjediset e minierës. Protestuesit me pankarta në duar dhe thirrje "Duam të drejtat tona" kërkojnë gjithashtu pensione dinjitoze për punën e rëndë që kanë kryer ndër vite. Ata shprehen se do të qëndrojnë në protest derisa kërkesat e tyre të merren në konsiderat dhe të nisin negociatat formale për kontratën kolektive. Nga ana tjetër, kompania Tet Albania që administron minierën ka ngul në respektimin e procedurave ligjore përpara çdo negociate dhe ka refuzuar të dialogojë me sindikatën, duke pretenduar se ajo nuk plotëson kriteret ligjore. Minatorët e konsiderojnë këtë qëndrim si të padrejtë dhe akuzojnë kompaninë për hakmarrje me largime nga puna, ndërsa paralajmërojnë se greva do të vazhdojë. Dhe mbi gjitha, zbatimi i kushtetutës nuk është çështje diskutimi. Kushtetuta zbatohet ashtu siç është shkruar. Dhe cili do që të jetë ministër, deputet, zyrtar, pronar, për më tepër që ai s'është pronari asaj pasurie, po është thjesht vetëm një kontraktor për të shfrytzuar atë pasuri atje, nuk mund të diskutojë të drejtën tuaj për të mbledhur e për të garantuar të drejtat tuaja përmes një sindikate të ligjshme. Kjo është e para dhe është themelore dhe këtë nuk mund ta diskutoj. Pyetja që është po kaq e rëndësishme. Ministria përgjegjëse për punën. Ministria përgjegjëse për punën duhet bëjë atë që i ka ngarkuar ligji të bëjë në këto raste. Jo të zbuz, po të garantojë zbatimin e kushtetutës nga i kontraktuari i shtetit shqiptar për shfrytëzimin e atij vendburimi. Pra ministria duhet të detyrojë kontraktorin që të njohë sindikatën që ju keni krijuar, sindikatën ku ju aderoni dhe normalisht përmes saj përfaqësoheni për gjitha drejtat tuaja. Dhe kjo është themelore. E treta që është akoma më rëndësishme. Po patjetër që përmirësimi i kushteve të punës, përmirësimi i të ardhurave tuaja për një punë që është më e rënda që kryhet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka punë tjetër më të rëndë. E dyta vjen puna e bujkut, që është në kushte të diellit, të nxehtësisë, të shiut, të ftohtit e kështu me radhë. Kto janë dy profesionet më të vështira dhe punët më të vështira. Po patjetër që është në të drejtën tuaj të kërkoni përmirësim të kushteve të punës. Sa kohë që ajo kompani shfrytëzon një vendburim, po bën biznes atje, po bën të ardhur atje. Natyrisht duhet që të rishpërndahen nga të ardhurat që ju krijoni. Duhet ta kuptojë ai pronari atje, duhet ta kuptojë edhe çdo ministër, duhet ta kuptojë edhe qeveria, që është puna juaj që krijon ato të ardhura në atë minier, ashtu si tërësia e punëve që bën njerëzit këtë vend, krijojnë atë prodhimin e përgjithshëm kombëtar që duhet rishpërndar, me qëllim që njerëzit përfitojnë gjithmonë më tepër. Dhe e fundit që kam, po patjetër, minimumi pagat tuaja duhet indeksohen me inflacionin. Dhe duhet jetë shkruar në një kontratë kolektive pune që ju duhet të keni me atë që zotron kontratën atje. Minimumi të indeksohen me inflacionin. Nuk po them që duhet zhdukur ajo pabarazia e turpshme që keni atje, që punojësit turp paguhen me herë më shumë se sa punojësit shqiptar për të njëjtin proces pune. Bravo! Tani, në qoftë se kjo çështje nuk sillet, unë dhe Ministra e Ekonomisë do përballemi në parlament pikërisht. Bravo! Kaq kisha ju kërkojnë dje sepse atje bëhet.